Unë jam profesor Kledi dhe tani do t'ju tregoj një qethje low fate hap pas hapi. Kur i vendosim letrën e qafës, gjithmonë ja masim klientit me gjatësinë e shpatullave, sepse aq është edhe qafa. Gjithmonë kur vazhdojmë low fate-in, do mundohemi që zero të jetë sa më poshtë, për arsye që drejtia të bëhet sa më poshtë, sepse prandaj është low fate. Gjithmonë do mundohemi që të dy anët të jenë njësoj, edhe për këtë duhet të orientohemi gjithmonë me pasqyrë. Duhet kujdes edhe kur pastrojmë pjesën poshtë, sepse duhet jetë e pastruar në mënyrë perfekte. Pasi mbaruam me zeron, tani do vazhdojmë me 0.5, që është makina me levën hapur. Gjithmonë do mundohemi të mos ecim shumë lart me 0.5, sepse është low fate, siç e thash, edhe drejtia nuk duhet të shkojë shumë lart. Më pasi mbarojmë me 0.5, do vazhdojmë 0.2 edhe 0, për të eliminuar visën e 0.5-s. Pas çdo procesi pune, gjithmonë duhet të pastrojmë klientin. Pasi mbaruam me 0.5, tani do vazhdojmë me nishin, që do e bëjmë me levën hapur, që bëhet 1.5. Tani mbaruam edhe 1.5 dhe do bëjmë nishin, që është makina me levën mbyllur. Nuk do shkojmë deri tek 1.5, pak më poshtë, por edhe kjo me dalje. Pasi mbaruam edhe me nishin, tani do vendosim ndërmjetësuesin e vogël ose 0.5 që vendoset makinës. Këtë do e përdorim fillim të hapur, pastaj duke mbyllur derisa të eliminohet kjo viza e hollë që na ka ngelur. Tani pjesën lart që krijohet do e heqim me kërë dhe makinë, sepse këtu kam më shumë ankësi berbera te kërë e makinë. Unë po e le edhe ndërmjetësuesin e vogël vendosur në mënyrë që edhe ndonjë visë mund ngelim apo e heqim direkt, që mos mundohemi më me drejtije. Tani do vazhdojmë me prerjen lart, si fillim lagim flokun mirë. Si fillim do ndajmë flokun në seksione. Klienti jon i ka pak të rënë anësore, edhe kur e ndajmë do e ndajmë në mënyrë anësore. Të ndarje bëjmë që të mos presim shumë të pjesën, por të përshtasim flokët që bien sipër drejtijes. Gjithmonë do mundohemi të përshtasim me drejtijen. Edhe kur kapim seksionin tjetër, nuk e lëshojmë komplet nëse jemi fillestar, por lëshojmë një pjesë dhe mbajmë pak orientues nga kjo që kemi, kapim edhe pak nga tjetra. Ja, kemi edhe orientimin e parë.
dhe vetëm i presim. Më pas ndajmë pjesën anësore që e prem, tani vazhdojmë me pjesën mbrapa. Me që klienti na ka kërkuar vetëm pak fare larg, ne po i bëjmë një preje point cut. Tek pjesa e ballukeve para do i bëjmë pak me priskun e radhimit. Pizat e vogla ose gjërat e vogla defektet flokut i kapim me majën e gëshërës. Gjithmonë një gisht në mbajmë pare që të mbështesim gëshërën. Ose tek pjesët e shenjave, do mundohemi pak t'i përshtasim me majën e gëshërës. Tani do bëjmë konturet e klientit, gjithmonë e kryejmë flokun para dhe më pas presim gjithmonë e mbajmë makinën edhe me këtë gisht në mënyrë që mos na lëviz. Mbajmë orientuesin edhe pak në këtë formë. Tani do merrem me stilimin e flokut. Unë kam zgjedhur një llak edhe një pudër stilimi nga Marmara. Këto i gjen në dyqanin ton të berberat. Mos harroni të na bëni like, subscribe dhe share në kanalin tonë në YouTube. Gjithashtu edhe follow në rrjetet tona sociale, Facebook, Instagram dhe TikTok. Shihemi te video e radhës.